Në zemrën e arenës së Demave, aty ku historia e identitetit e Krenaria bashkohet, ngrihet një vepër që flet në gjuhën e përjetësisë, tripodi i mbretit Piro. Një ansambël simbolik që nuk është thjesht një objekt arti, por një homazh për figurën madhështore dhe historinë iliro-shqiptare, mbreti Piro i Epirit. Kjo vepër u bë realitet fal vizionit dhe mbështetjes së familjes shqiptare Saliko nga Çameria, me një rol të veçantë të zotit Fioralt Jaho Saliko, si përmbushje një dëshire dhe aspiratë të thellë për t'i dhënë vendit që meriton simbolit trashëgiminë son të lashtë. Tripodi i mbretit Piro i dedikohet familjes së madhe adhetare Demi dhe veçanërisht zotit Gazment Resul Demi, si një vlerësim moral për figurën dhe kontributin e tij spikatur në botën shqiptare, në kulturë, sport dhe në mbrojtjen e identitetit kombëtar. Kjo vepër unike u krijuar dhe u realizua nga artisti Bujar Vani, mjeshtri i artit simbolik, i cili me dorë dhe mendjen e tij solli në jetë një dëshmi të fortë të rrënjave tona iliro-shqiptare. Në këtë intervistë të veçantë do të zbuloni historinë, emocionet dhe vlerat që qëndrojnë pas kësaj vepre të vendosur në zemër të një tempulli modern shqiptar. Mirë se vini në rrëfimin ku arti, historia dhe dashuria bëhen një. Para disa kohësh ishim me zotin Fioraldo Saliko, që kishte një shprehur një dëshirë për të ndërtuar një simbolik mbi personazhin, figurën madhore të mbretit Piro, në shenjë dhurate për presidentin e klubit Partizanit, zotin Gazment Demi. Bashkum ides, ishte një dëshirë edhe imja për të krijuar diçka për mbretin Piro. Është një personazh madhor i historisë kombëtare shqiptare dhe të pararzëve të shqiptarëve. Simbolika vazhdoi me elementet, e mori formën me elementet material në simbol të figurës. Ndërtimi i gjithë kompozicionit bazohet në simbolikat e mbretit Piro, për krenaren si element simbolik i fortë, në parzmoren e tij si një element po kaq simbolik si gjoksora ose mburoja e etnisë të pararzëve shqiptarëve, dhe me kallçët dhe simbolikën e shpatës që kur ky personazh nuk u gjunjëzua në historinë e pararzëve shqiptarëve. Kompozicioni e titulluam Tripod, ku mahet në tri bazamente, siç shihet. Është elementi i parë që janë kallçët, shenjë e mos gjunjëzimit. Elementi i dytë është përkrenarja, simbolik qendrore e personazhit, dhe elementi i tretë është parzmorja. Fisnikëria e Fisit Demi nga Çameria është një nga ato histori shqiptare që lidhet ngushtë me atë dashurinë për kushtimin kombëtar dhe sakrificat për çështje shqiptare në të gjitha periodat historike. Fisi Demi e ka prejardhën nga Filati i Çamerisë, një nga qendrat kryesore të shqiptarëve në jug të Epirit, sot pjesë e Greqisë. Çameria ishte një krahinë e banuar në shumicë dërmuese nga shqiptarët autokton, të cilët kishin ruajtur gjuhën, zakonin dhe identitetin kombëtar për shekuj me radhë. Familja Demi ka qenë e njohur për rolin aktiv në luftën për mbrojtjen e territorëve shqiptare dhe ruajtjen e identitetit kombëtar, sidomos gjatë shekujt 19 dhe 20. Anëtarët e kësaj familje kanë qenë pjesëmarrës në lidhjen e Prizrenit në lëvizjen për pavarësinë e Shqipërisë, si dhe përpjekjet për mbrojtje çështjen Çame. Pas masakrës dhe dëbimit të Çamëve në vitin 1974-1975 nga regjimi i Zerbës, në Greqi shumë familje Çame, përfshin Fisin Demi, u shpërngulën me dhunë dhe gjetën stre në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, Fier, Durrës dhe Elbasan, por edhe në Mërgim, ata mbetën të lidhur me historinë, kulturën dhe çështjen Çame. Fisi Demi kanë zgjedhur personalitetet e njohur në politikë, art, sport dhe biznes, por gjithmonë në një lidhje të fortë me rrjenën Çame dhe Adeun. Gazment Demi, një prej përfaqësuesve të spikaut të brezit të sotëm të kësaj familje, është jo vetëm një figurë e suksesit në biznes dhe president i klubit Partizanit, por një zë e fuqishëm për përkrahjen e çështjeve kombëtare, duke ruajtur me kënaqëri trashëgiminë fisin e tij. Fisi Demi është një simbol i qëndresës, dinjitetit dhe krenarisë shqiptare në Çamëri
Ata përfaqësojnë një brez të rrallë shqiptarësh që nuk kanë harruar prej nga vinë dhe që kanë kontribuar me përkushtim për çështjen kombëtare, jo vetëm të kaluarën, por edhe në ditën e sotme nëpërmjet veprave konkrete dhe mbështetje për identitetin shqiptar. Kurse jemi në ambientin të klubi Partizanit Arena Demave, me tripodin e mbretit Pirro, është një dhuratë për zotin Gazmend Rasul Demi. Një falënderim për të për pranimin e kësaj vlere të paçmuar, domethënë për komunitetin, për ndjenjat e tij patriotike që shpaloz dhe shpreh për të gjithë shqiptarët. Një falënderim shumë i madh për klubi Partizani që na mirëpriti këtë dhuratë. Një falënderim të jashtëzakonshëm edhe për stafin e Partizanit që janë, të cilët janë të dedikuar për të bërë një reportazh të shkurtër për këtë kryevepër. Gjithashtu edhe për zotin Bujar Vani, skulptorin që ka realizuar këtë kryevepër, në të cilën është përmbledhur gjithë historia e mbretit Pirro, të cilët ndoshta dhe mund të ketë një diçka të përbashkët për arenën si në futboll ashtu edhe në arenën e një komuniteti më të gjerë të jetës së përditshme të jetën tonë, domethënë. Një kohë ku nevoja për rrënjën e identitetit është më e fortë se kurrë, tripodi i mbretit Pirro vjen si një thirrje e heshtur, por e fuqishme për të mos harruar kush jemi dhe nga vime. Një vepër që flet me simbolikën e saj, por edhe me emocionin që zgjon në çdo shqiptar që e sheh dhe e ndjen. Falë artistit Bujar Vani, kjo krijesë mori jetë jo vetëm si objekt, por si mesazh. Falë familjes Saliko dhe vizionarit Fjoral Jaho Saliko, kjo vepër u kthye në realitet. Faleminderit që ishe me ne në këtë rrëfim të veçantë, ku simbolika u kthye në realitet dhe historia në frymëzim. Lavditës shkuarës ndër sot dhe përgjithësi për të ardhmen.